Më datë 18 nëntor 2011, u finalizua me sukses operacioni koduar Policët e Rem, ku u ndaluan shtetasit. Erland Ali Markola Enea Hasan Kajaçi, si dhe u shpall në kërkim shtetasi Fatmir Ramadan Gjoçi, i cili ka ndryshuar emrin dhe mbiemrin nga Fatmir Gjoçi në Alban Ila. Ta shtetas, duke u shtirur si punonjës policie, kanë vjedhur me dhunë shtetasin kosovar me inicialet BM. Gjithashtu, kanë vjedhur me dhunë në rrugën Bedri Karapici shtetasin S. Elezi. Kanë vjedhur me dhunë në rrugën Konferenca e Pezës shtetasin S. Bezhani. Kanë vjedhur me dhunë edhe shtetasin K. Bendaj në rrugën Irfan Tomini. Një tjetër operacion, i dytë, i koduar Oki, është finalizuar sot në orën 01:30 të mesnatës në Muriqan nga strukturat kundër narkotikëve, ku arrestuan shtetasin Drita Mustafa Meqja, Arjan Rus Gyni ose Gjini, Gëzim Zeqir Hasan. Arrestimi i këtyre shtetasve u bë pasi gjatë kontrollit të mjetit është gjetur e fshirur një sasi bime dyshuar narkotike e llojit cannabis sativa me peshë 23 kg, e cila ishte ndarë në 40 pako dhe ishte fshirur në pjesën e tapicerisë së mjetit.